Ushtria amerikane ka rrezuar një dron iranian që në mënyrë agresive po i afroi aeroplan mbajtëses USS Abraham Lincoln në detin arabik, tha ushtria përmes një njoftimi. Droni iranian Shahed 139 po fluturonte drejt aeroplan mbajtëses me qëllim të paqartë dhe udhëzuar nga një avion luftarak amerikan F-35, u tha në njoftim. Një avion luftarak F-35C nga aeroplan mbajtësja Abraham Lincoln rrëzoi dronin iranian me qëllim mbrojtjen e aeroplan mbajtëses dhe personelit në bord, tha kapiteni i marinës amerikane Tim Hawkins, zëdhënës në komandën qendrore të ushtrisë amerikane. Ai shtoi se asnjë pjesëtar i ushtrisë amerikane nuk është lënduar gjatë incidentit dhe asnjë pajisje e ushtrisë nuk ka pësuar dëme po ashtu. Incidenti ndodhi në kohën kur diplomatët po përpiqen të organizojnë bisedime bërthamore mes Iranit dhe SBA-s dhe mes paralajmërimeve të presidentit amerikan Donald Trump se luftaniet amerikane janë nisur drejt Iranit dhe si gjëra të këqija mund të ndodhin nëse nuk arrihet një marrëveshje. Ushtria amerikane ka dislokuar në afërsi të brigjeve të Iranit një grup sulmi të udhëhequr nga aeroplan mbajtësja USS Abraham Lincoln. Presidenti Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e një veprimi ushtarak ndaj Iranit, si kundërpërgjigje ndaj shtypjes brutale të protestave antiqeveritare që shpërthyen në fund të dhjetorit në të gjithë vendin.